Përshëndetje gjithëve miq, u takuam përsëri në këtë pjesë të Albania Newscast. Do flasim për politikë në këtë pjesë. Ju mos harroni ta bëni dhe subscribe në rrjetet tona sociale, na shkruani, jepni dhe opinionet tuaja për tema të saktuara, por edhe pyetje, sugjerime, si ju kam thënë, kemi lexuar të gjitha me vëmendje, me detaje dhe padyshim pyetjet që keni për të ftuarit, ne do t'ja u bëjmë atyre, por edhe sugjerim për ndonjë çështje, për ndonjë temë që doni ta trajtojmë. Në këtë pjesë kam kënaqësinë të kem të ftuar zotin Klevis Balliu, deputet i Partisë Demokratike, një deputet i ri, po që me njerë është konsoliduar të ata zëra të fortë që ka kjo forcë politike në opozit. Zoti Balliu, faleminderit. Kënaqësi që të kam. Kënaqësia ime dhe të përgëzoj shumë për misionin e ri. Kjo është realisht e ardhmja, është si më e lirë këtu. Këtu jemi totalisht të lirë. Themi çfarë të duam, çfarë të kemi dëshirë dhe gjitha temat. Më pëlqeu dhe mua kjo, pak më lirë. Po, më lirë. Shumë më lirë. Se gazetarët janë mbyt pak nga presionet ndryshme kur shkojnë te këto. Sa më e madhe tjetër është një shprehje për restorantet tonë, shpesh, sa më i bukur restoranti, aq më keq ushqimi. Sa më i thjeshtë jetë restoranti, aq më i mirë ushqimi. Edhe me mediat duket se aty po shkojnë. Sa më të mëdha janë bërë këto, po kur vjen puna tek thelbi, tek informacioni dhe tek këto, shumë presione. E vërtet është. Zoti Balliu, pas se të futem në tema politike që do t'i trajtojmë në detaje, Partia Demokratike e të tjerë, më jep një koment si ndihesh kur shikon sulme në rrjetet sociale, kritika, jo bëj këtë pyetje të gjithëve, sepse ka presion ndaj atyre që janë figura publike, aq më tepër dhe politike, është dy fish apo jo? Patjetër, unë mund të them që jo ndër të vetmit, por besoj jam i vetmi në parlament. Që kur jam bërë deputet për të parë, po kam filluar jetën publike, nuk kam shirë kur asnjë koment. Asnjë, dhe po të hysh në faqen time të Facebookut, ke 300, 400, 500 komente në një status që shajnë me fjalë nga më të ndyrat, nga çdo gjë me kërcënime, dhe kur kam refuzuar që t'i heq. Asnjëherë nuk është fshirë asnjë koment. Për një arsye thjesht, kur je njëri publik, të t'jepet privilegji për shkak që ti futesh në parlament që janë 140 veta dhe ti je open to scrutiny. Pa ti je i detyruar të pranosh çfarëdo lloj ofendimi apo diçka tjetër që të bën. Dhe ka një gjë tjetër, ato pasaj të cilat janë me udhëzim bien në sy për komente. Pa duket se ke 100 veta nuk mund të thonë të njëjtën fjalë. Ka dhe raste të tilla që po përgjithsisht ashtu janë, por në të gjitha rastet mendoj që është shumë gabim heqja e tyre, edhe kur janë kërcënime, sepse se ka dhe kërcënime, ka unë kërcënime marr për ditë. Po i merr seriozisht kërcënimet? Se okay, dakor. Fyerjet pak a shumë. Gjë është për tu marrë seriozisht në ato raste, por kur merresh me çështjet që merrem unë që janë krimi dhe korrupsioni, ato unë i kam marrë parasysh që ditën që kam vendosur të merrem me këto çështje dhe nuk më bëjnë përshtypje fare, dhe unë plus jam rritur në një familje që kërcënimi ka qenë konstant. Për shembull, mbaj mend në 97, 98 telefonatat që vinin nga bandat e Vlorës për mua, për familjen time, për babain tim, i cili shkruante tek 55 anë atë kohë, ishte një nga gazetat e vetme që shkruante me emër për Zan Çaushin, këto tjerë në atë kohë nuk konceptohej ti thoje këto. Kërcënimet ishin të pafundme. Edhe një farë kohë, mos gaboj, ne kemi lëvizur me makinat që shoqëronin atë kohë doktorin. Pra, kërcënimi ka qenë gjithmonë pjesë e jetës tonë për shkak të punës dhe besimeve që ne kemi pasur. Unë jam rritur me këtë problem. Këtë presion, me këtë trysni. Dhe realisht, patjetër nuk vjen mirë, ndonjëherë shqetësohesh, por kuptimin e kësaj është gjë që e kam marrë përsipër. Familja si i shikon? Babi patjetër që është do pyes edhe për atë. Po familja po flas bashortja, nëna, motra. Po për shkak Fiorella që është me cilën unë bashkëjetoj, është gjithmonë ka pak të shqetësim, ka këtë problem dhe shpesh herë më thotë që duhet të kesh kujdes tani se kemi dhe çunin, është kjo. Dhe ajo është patjetër është më shqetësuar sepse dhe nuk e ka jetuar dhe me të drejtë. Dhe nuk e ka jetuar ashtu siç e kam jetuar unë jetën, kuptimin nuk është rritur në një familje politike që ky presion ka qenë konstant. Fiorella është një familje normale, është nga Vlora, ka ardhur këtu vetëm dhe ka arritur të çaj vetë në jetë, pa patur një ndihmë nga familja. Se unë për shkak kam pasur një lloj ndihme, kam qenë djali i Fari Ballimit të partia. Edhe një lloj tradite, ndihmë, traditë janë bashkë. Ndihmë ajo, sepse ti hapte disa dyrë, s'është kisha marrë vetëm unë në Angli. Në Angli kanë marrë më shumë njerëz, mund të ketë edhe studentë cilët kanë qenë edhe shumë herë më të mirë se unë.
por në kuptimin që unë kisha pak më të lehtë rrugën se sa mund ta kishte dikush tjetër. Ndërkohë Fiorella erdhi dhe çau vetë, dhe ka qenë një nga arsyet themelore që pse mua më pëlqente edhe që pastaj u mora me të dhe arritëm këtu arritëm. Më jep një koment për babain tënd, një gazetar shumë i njohur, shkrues, lexues, e shikoj dhe në rrugët e kryeqytetit me libra në dorë, gjithmonë duket që është i apasionuar pas librit. Si të shikon ai në politik? Të jep ndonjë koment, ka ndonjë kritik, i pëlqen ndonjë gjë, si pëlqen, si sillet me ty përtej kamerës? Ka pafundësisht kritika dhe është vërtet atë gjitha të drejta janë. Dhe unë mundohem që ta dëgjoj shumë. Ndonjëherë ai arroganca e të riut të pengon të dëgjosh, dhe ajo është një pikë e dobët për të gjithë të rit. Dhe sa më shumë ti dëgjosh njerëz që kanë më shumë eksperiencë, aq më mirë do të jetë. Dhe unë mundohem të paktën ti dëgjoj edhe kur nuk ja pranoj në sy, po pastaj gjithsesi bëj atë që thot ai në kuptimin e se si duhet të flasësh, apo për një libër që duhet lexuar, apo për një koment se si duhet analizuar. Unë jam pak më ekspresiv dhe pak më impulsiv dhe ndërkohë që puna që ne bëj nuk e kërkon atë impulsivitet, dhe patjetër në këtë kohë, se duke u rritur me përditshmërinë politike, patjetër dhe ti mëson dhe avash i kupton edhe këto gafa që ke. Po njeriu asnjëherë s'është perfekt. Patjetër. Rrugtim është. Fati im është që e kam babain tim që ta dëgjoj, siç thatë ju, ai është njëri tehet i lexuar, shkrimtar vet. Ka botime nga më të rëndësishme të Shqipëri, po themi vetëm për zonjën e zezë në Xhimi Hoxha, që për vite të tëra ka qenë bestseller. Është i botuar në 11 gjuhë të ndryshme, pra është gati kudon për Europë, dhe është njëri që është marrë intensivisht me politikën, me role shumë të rëndësishme kryesore, patjetër mbështetje gjithmonë të së djathtës. Qase konservatore, republikane. Do të thonë, të mendosh në 97-ën, kur shumë njerëz janë larguar, babai im hapi gazetën 55. Që ishte në mbështetje të Partisë Demokratike. Dhe po në 97-ën botoi librin. Edhe se ka fshehur, ka qenë të paktën konsekuent, që është një qasje pro të djathtës. Dhe në 97-ën, kur kishte një frym anti Berish apo gjithçka tjetër, jo se kishte miqësinë e veçantë me Sali Berishën, po sepse besonte atë betejë, babai im votoi dhe librin Berisha përmes Kasandrave, që sa më shumë kalojnë vitet, aq më i vërtet dhe realist bëhet ai libër. Kush nuk e ka lexuar, po ti hedhë një sy, do të shikoj se si edhe sot e kësaj dite janë shumë të rëndësishme Kasandrat ku lëviz Sali Berisha. Pra në këtë aspekt unë kam shumë fat që e kam. Me babain tim janë këshilluar shumë politikanë të rëndësishëm. Unë kam fatin që e kam shtëpi. Kam dhe falas. Klevis, çfarë nuk i pëlqen? Më jep në një episod konkret. Dhe dua edhe këtë. Ose cila ka qenë një kritik që ai ta bën më shumë. Për fjalimin e fundit, jo këtë të kësaj seance, po në seancën e kaluar, më tha toni i zërit shumë i lartë, tha, dhe është më bie më shumë sy, tha, agresiviteti, mërzitja jote me qeverinë, tha, se sa të dëgjohet thelbi i çështjes si ti po ngren, tha. Nuk di unë ku të përqendrohem që e mërzitur ti, tha, apo se çfarë ka ndodhur. Njerëzit duan të gjejnë se çfarë ka ndodhur, se nuk i intereson që e mërzit ti. Interesante. Shumë kritik e hollë. Po, domethënë, nuk mendoj që sa do vite të ri unë atë sallë, apo të merrem me këtë punë, nuk mendoj që mund të arrijë ndonjëherë në standardin që mund të jetë plotësisht i pranuar për babain tim. Se nuk di mund të jetë në një rast i rrallë që ta ketë arritur sot. Futemi pak në politik, Klevis. Gara në Partinë Demokratike shumë e konsiderojnë një fars. Kemi ndërkohë zotin Saliani, i cili thotë do ta marrë Partinë Demokratike, çështje kohe. Mos ishte më mirë që të bëjë një garë e vërtet për ta legjitimuar në Partinë Demokratike? Zoti Berisha nuk është se do humbiste, edhe unë jam me këtë parim, por gara duhet të ishte të paktën. Atë do ishte një garë fiktive, sepse shiko, shpeshherë në PD mbase një lloj kompleksi, unë nuk e di pse, është ideja që ne jemi të liberal, duhet të jemi kaq liberal, duhet të jemi kaq lirë, duhet kjo vot për këtë zgjedhje, për këtë zgjedhje, për atë. Ndërkohë kjo është vetëm parti në botë që bën zgjedhje për çdo gjë. Nuk ka parti tjetër që bën zgjedhje për gjithçka. Ne bëjmë zgjedhje për
kryetarin e seksionit, sekretarin e seksionit, kryetarin e grup seksionit, sekretarin e grup seksionit, antarët e kryesisë, delegatët, nënkryetaret e degëve, sekretariatet e degëve, departamentet nëpër degë dhe në qendër. Ne bëjmë zgjedhje për çdo gjë. Në 4 vite të paktën një vit e gjys janë procese zgjedhore. Dhe duhet kemi parasysh që për një parti kaq madhe me kaq shumë njerëz, ka raste që një proces zgjedhor duhet shtyr, duhet bërë pak më vonë për një problematik X apo Y, se patjetër si çdo parti ka problematika. Dhe ty do shkon gjithkohë në për procese zgjedhore. Unë mendoj që kjo është pak mendimin tim e tepruar në procese zgjedhore. Sepse partitë e djathta në botë, për shembull, po them Partia Konservatore në Angli, apo Partia e djathtë Republikanët në Amerikë, apo edhe në Europë, po doni, pjesën më të madhe të çështjeve kanë me emërim, se ka një hierarki. Unë jam i djathtë dhe besoj te hierarkia në këtë aspekt. Patjetër, procese zgjedhore për nivelet e larta të partisë duhet ketë, kryetarin e partisë dhe gjithë tjerë. Në rastin konkret që bëhet fjalë për një proces zgjedhor ku të kandidosh për kryetar të Partisë Demokratike, një parti e themeluar nga qytetarët për liri, për demokraci, për t'i bërë ballë pikërisht regjimeve diktatoriale, është pa diskutim që duhet plotësosh disa kritere. Dhe minimalisht duhet të jesh një mbështetës i asaj betejë. Tani, unë nuk mendoj që ka njeri që nuk e kupton që po të shikosh pak 6 muajt e fundit reagimet dhe statuset e disa personave të cilët kanë përfituar nga Partia Demokratike, që sot i sulen dhe bëjnë vetëm analiza apo diskutime për opozitën, për PD-n, dhe nuk thonë asgjë dhe nuk kanë ndonjë aksion politik në lidhje me partinë me qeverinë, atëherë ti nuk e ke më këtë kriter. Tani kur opozita është në protest, dhe njerë thuhet protesta duhen bërë sot, se është shumë vonë, nesër, dhe pastaj thua që jo po që janë këto protesta. Pastaj kur protesta bëhet e fortë, jo po nuk bëhet për këto të fortat. Pastaj kur arrestohen njerëzit thonë, po jo po pse i lat arrestohen. Kur lirohen thonë ja u liruan se ka marrëveshje. Tani këto janë lojra. Është bërë një sport kombëtar kritika për çdo gjë ndaj opozitës. Edhe unë nuk jam dakord me këtë. Pra nuk mund të kritikohet opozita për çdo gjë. Pra këtu kam fjalën minimalisht se këta kanë drejtën e vet, por minimalisht mund të jenë kandidat. Gjithë diskutimi për mua është ky. Partia Demokratike unë e kam thënë publikisht në ndalje të tjera televizive. Ka një aksion pozitiv kohët e fundit. Është në institucione, është në terren. Gjithë diskutimi është a mjafton kaq për të kaluar për te oborrit të Partisë Demokratike, pra fakti që Rama është akoma aty qarta se nuk mjafton. Kjo është gjithë thelbi i diskutimit. Unë mendoj që vetëm moment që mund të themi që mjaftoi është kur ne arrim suksesin. Po, fitoria e zgjedhjeve. Fitoria e zgjedhjeve. Ajo është momenti. Për sa kohë ne nuk arrim atë dhe pavarësisht janë vjedhur zgjedhjet, është bërë kjo, është bërë, ato qëndrojnë të gjitha, por suksesi jonë në të gjitha rastet është ndryshimi i qeverisë. Ky është suksesi dhe atëherë vetëm atëherë mund të mjaftoj. Për momentin nuk mjafton. Qofse nuk bjen sot, do të thotë që deri sot s'ka mjaftuar. Çfarë duhet të bëjë Partia Demokratike në këto zgjedhje? Pra, dakor, zoti Berisha është diskutimi i mbyllur. Në zgjedhjet e brendshme të saj. Edhe për zotin Berisha, nëse do të kishte, shiko, ishte fare e lehtë dhe mund të bëje mekanizma të tilla, të cilat mendimin tim do ishin të turpshme, që Sali Berisha ne gjendemi kandidat për Sali Berishën. Po themi të kandidoj Klevisi. Ishte një garë fiktive, një tallje me demokratët. Jo. Nuk mund ta bësh. Dhe në rastin konkret që ton s'ka zgjedhje, jo ka zgjedhje. Sepse demokratët kanë të drejtën të thonë që, shiko, nuk u organizua mirë ky proces. Do ta votoj kundër, sepse është me pro apo kundër në lidhje me zotin Berisha. Saliani thotë unë e mund Berishën, prandaj nuk më futi në garë. Po, Saliani tha dhe që Shkodrën e fiton Sali Berisha vetëm po zbritën alienët në 6 mars. Apo jo? Alienët nuk zbritën në 6 mars, bashkinë e morëm në Shkodër. Pra, ta janë çështjet e Ervinit. Do flasim edhe për ato. Ato janë çështjet e atij, shumë çfarë flas fare, po ato janë çështjet e atij. Për këto duhet pyesni atë. Në rastin konkret, nuk mendoj që ka njëri serioz që mendon që në atë parti sot për momentin mund ta merrte diku tjetër. Them, or të gjithë mund të kenë qef, edhe unë mund të kem qef të jem kryetari i Partisë Demokratike. Po është një gjë qefi, është një gjë tjetër që a e ke mbështetjen ti, potencialin ti të organizosh një parti, a e ke ti backupin e antarësisë, a e ke fuqinë, or a e ke eksperiencën, që janë për këtë partit që krijon kështu për 30-40.000 veta në gjithë Shqipërinë, apo 15.000 vota, të marrim një mandat, marrim dy mandat dhe u quajnë që kemi bërë një parti, po ngjecin aty. Nuk ka më avancim. Dhe pastaj në fund vinë e bin. Se këta i morin qafë gjithë Ilir Meta.
Ta kujtun që ishin Ilir Met gjithë. E bëri Ilir Meta, po Ilir Meta ishte Ilir Meta, ka qenë kryeminist 30 vjeç. Kryeminist 30 vjeç, ka qenë ministër, ka qenë deputet 20 e sa vjeç. Nuk ta kujtun gjithë dhe filloi Bamir Topi gjithë, ku janë këta të gjithë sot? Ku janë? Nuk është, nuk funksionon kështu sepse duhet kesh një bosh. Unë nuk jam kundër të bëhen partitë e reja, po tani vjen keq, po ne kanë votuar 1 milion diku te 1.800.000 banor, ndërkohë ne kemi 138 parti. Në Itali kanë votuar 15 milion, janë 60 parti. Pra, çmenduri domethënë, ne kemi s'ka ngjet njeri pa parti. Mos ta kalojmë këtë Partisë Demokratike. Duhet ndryshoj diçka në qeverisjen e PD-s 2026-2030, Këshilli Kombëtar, kryesia, a duhet largohen drejtuesit e qarqeve që kam dëgjuar nga zoti Luan Baçi, a duhet ketë një ndarje të pozicionit të deputetit me kryetarin e Degës, me kryesin, pra një deputet mos të ketë kaq shumë ofiqe. Unë kam bërë disa propozime. Cilat janë i themi? Për Këshillin Kombëtar unë mendoj që duhet ketë ndryshime në Këshill Kombëtar, qoftë edhe në procesin. Kam bërë disa propozime që do të bëhen publike së shpejti, por Këshilli Kombëtar patjetër duhet ketë ndryshime thelbësore. Këshilli Kombëtar është patjetër është një institucion ku Partia Demokratike hapet edhe ndaj figurave si thosh të larta të shoqërisë, që kanë një perceptim apo kanë një mendim, kanë një ide të përbashkët me Partinë Demokratike, janë opozitar, po jo që domosdoshmërisht janë antar partie apo kanë pasur një karrierë në PD. Por gjithashtu Këshilli Kombëtar është edhe një institucion më i lartë i Partisë Demokratike, në të cilin dhe mund të vlerësohen antar të partisë, të cilët prej vitesh kanë punuar në atë parti dhe kanë sakrifikuar, që nuk e kanë gjetur sot mundësinë të jenë në parlament, sot tash mund të jenë një 10.000 demokratë që mund ta meritojnë më shumë se sa unë, apo mund të jenë dhe më të mirë se sa unë për që jenë deputet. Sot nuk janë ata, sot jam unë. Siç nuk isha unë dje, ishte dikush tjetër dhe unë bëja punën time. Pra në të gjithë aspektin, Këshilli Kombëtar dhe jam i bindur që do ketë ndryshime, edhe kryesia e PD-s. Jam i bindur që do ketë ndryshime. Kurse për sa i përket tezës që duhet të jenë të ndarë deputeti nga pozicionet në parti, nuk mendoj që është e qartë, është e saktë, sepse deputetët janë të partisë, ne nuk kemi ardhur nga një vend tjetër. Unë jam shef organizimin në Partinë Demokratike dhe patjetër nesër mund mos të jem, se s'do jetë po i njëjti gjithkohës. Por nuk mund ta ndash deputetin nga partia dhe nga ufiqet e partisë për një arsye të thjeshtë. Baza dhe antarët kërkojnë të diskutojnë me deputetin atje. Dhe pastaj ngrihet pyetja, nëse do bëhet kjo, por ata që do të jenë nëpër ufiqe të partisë do kenë të drejtë të kandidojnë për deputet? Dhe nëse ato i lejnë ufiqet për të kandiduar për deputet, kush do t'i mbajë ato ufiqe gjatë kohës që ne do jemi proces zgjedhor? Do duhet bëjmë zgjedhje përsëri, pra nuk ka vlerë ndarja e kësaj. Ajo bëhet me një proces zgjedhor ku kandidojnë njerëz të cilët sipas kontributeve të tyre, sipas aktivitetit tyre politik, se duhet thënë, ka disa që janë shumë aktiv, ka disa që janë më pak aktiv. Dhe patjetër kontributet duhet njihen dhe meritokracia duhet njihet si e tillë. Dhe kjo duhet jetë nga baza e deri lart. Por shumë pse unë mbështes Sali Berishën si kryetar? Sepse nuk ka rëndësi se është korrik, gusht apo dhjetor, Sali Berisha në orën 9:00 është në zyrë. Dhe është gjithkohon duke na bërë presion që krijoni për mundësi takimesh. Të shkojmë këtu, të shkojmë atje, të shkojmë atje. Ai është njeriu që punon më shumë nga të gjithë ne, është turp që e them. Është turp për ne, por është realisht njeriu i cili është non stop. Nuk ka një sekond, një fraksion pushim. Si është nga afër zoti Berisha, krahasimisht me zotin Basha, pa ti ke punuar me të dy? Unë kam qenë ndër ata të cilët, jam i sinqert, kam pasur një shpresë të madhe tek zoti Basha dhe besoja realisht që nëse ai do të ishte kryeministër, do të ishte një kohë art për vendin me idenë që është një figurë e re me një bot kuptim tjetër. Pra kisha një shpresë shumë madhe, kam punuar shumë dhe kam dashur shumë edhe si njeri, se kam pasur dhe lidhje dhe ndjej shumë keqardhje se si rrodhen gjërat, por gjithse cili merr përsipër përgjegjësinë për vendimet e veta. Kurse se si ka qenë të punoje me zotin Basha, ishte pak e vështirë për një zvetetës kur leje diçka. Pra kur kërkoje diçka, ta afirmonte atë, pastaj ajo mbeteshe rrugëve, për shembull një diskutim për degët. Nëse kishim një problem me një degë të caktuar që nuk po shkonte me kryetarin e degës apo nuk po bëhej një takim për shkak të impenjimeve të tjera, ti e lije këtë diskutim në tavolinë
ai të thoshte po, ajo mbetesh e rrugës, nuk kishte këtë aktivitetin e përditshëm dhe tensionin e përditshëm që ta mbante gjallë diskursin, nuk kishe, me zotin Basha nuk kishe një, nuk e mbyllje dot një çështje duke ulur në tavolinë. Kurse me zotin Berisha nuk ishte i prerë deri në fund. Me zotin Berisha nëse shkon për diçka, i thot lëviz këtu bëhet, të këtu e ke gabim. Edhe mbyllet ajo çështje. Pra, i vë vullën direkt diskutimit, po them. Po mbyllet ose të thot, do ta mendoj dhe të thras. Kur thoshte Basha do ta mendoj dhe harroje deri kur triste ai. Kurse kur thot Sali Berisha do ta mendoj, ai e mendon të merr të thret, thot hajde, kështu vendosa për atë çështje, mendoj që duhet bërë kështu, duhet bërë ashtu. Unë kam arritur ta njoh më së miri jo tani Sali Berishën, por kur isha antar i Komisionit të Themelimit. Domethënë sinqerisht është shumë qesharake kur dëgjoj nëpër studio, jo po është diktator në parti, e kam me dhunë, e kam kështu. Mbledhjet e Komisionit të Themelimit zgjasnin 3 orë, 4 orë. Ai refuzonte të largoheshe pa dëgjuar mendimin e gjithëve dhe diskutimet tona me njëri tjetrin. Refuzonte të largoheshe. Ne ishim disa raste unë, disa raste Flamuri, apo disa raste Luciano, thoshim ta mbyllim se bën 2 orë gjys, ai thoshte jo. Kush e ka, nuk ka kohë të merret me këtë punë, le tiki. Po këtu kemi ardhur për të diskutuar një mbledhje dhe gjithë secili të shpreh mendimin e vet. Edhe takimet që bëjmë neve po të shikojnë, se po të bëjnë një analizë gazetarët, shikojnë sa zgjasin mbledhjet tona. Pasi mbyllen dyert. Zgjasin më shumë. Kurse në PS zgjat sa bën fjalimin ai, pastaj për 5 minuta mbyllet mbledhja. Se s'ka atje diskutime. Kurse këtu mbasi mbyllen kamerat, zgjat 1 orë, 2 orë, 3 orë diskutimi, sepse i dëgjon të gjithë dhe këtë e bën me ne si deputet, e bën me kryetarët e degëve, e bën në përkryesitë e degëve. Për Sali Berishën ka 0 rëndësi se kush je dhe se çfarë je. Se ai ka te kaluar ato etapa, ai dihet që është një lider politik i pazëvendësueshëm dhe ai e vlerëson njeriu njësoj. Dhe një gjë që e kam dashur Sali Berishën unë gjithmonë është që edhe kur kam qenë më i ri, pra kam qenë 28 vjeç, 27 vjeç, që kam shkuar, jam konsultuar me atë, ai më merrte mua seriozisht njësoj siç më merr dhe sot. Dhe kjo është një gjë shumë e veçantë për të rinjt, në veçanti që ti vlerësosh mendimin e tyre. Nuk ka njeri që ja vlerëson mendimin si Sali Berisha. Zoti Saljani e shikon si model zëvendësues të zotit Berisha? Pra ishim te zoti Basha, te zoti Berisha, te zoti Saljani. Po flasim në kategori komplet tjera. Aspirant. Pritet që të bëjë një aktivitet të madh në debati kongreseve mos gabojmë, që do jetë gjigant për treguar forcën këto ditë zoti Saljani. E shikon? Nuk e kuptova, çfarë do bëj? Do bëjë një aktivitet të madh në kryeqytet dhe pritet që të mbledhim me mira vetat. Paktën kështu kam informacione, kam dëgjuar. Mund të jetë kjo një shenjë prove, një force prove sipas teje? Dhe shikon një model zëvendësues ndaj zotit Berisha? Jo, s'ka lidhje fare, domethënë, nëse do e marr kështu për takime, mjafton të referohesh takimit fundit që kam bërë në Astir, për shkak. Nuk di po ti mbledhësh gjitha sallat që kam bërë ai bash, nuk bëjnë as gjysmën e atyre që mblodhëm në shesh, në vetëm zonën e Astirit. Mjafton të shikoni, janë kamerat e hapura, pra. Ka pas një takim me shumë njerëz për së vërtetës. Në këtë nuk e di. Unë thash, mendoj që unë nuk e di realisht kur nuk e di çfarë ishte kjo, ishte antar kryesie, donte këtë edhe ne kishim një farë kështu, domethënë partia kishte më shumë. Synon partinë. Mua më tha duhet marr Partinë Demokratike, drejtimin e saj. Ta bëj fituese këtë forcë. Ai antar kryesie ishte, mund të kishte garuar, s'kishte nevojë të dilte jashtë, po thua. Se kuptoj këtë. Unë nuk e kuptoj. Nuk di mund të flas për gjë që s'kuptoj. Okej, e kuptoj. S'më bën ai sens. Po që s'ka lidhje domethënë me këtë që po flasim ne. Njerëz janë përballë Sali Berishës dhe njerëz që janë përballur, kanë sakrifikuar për plasën. Mund të jenë çështje personale, ku diun. Jemi sinqerë merr me çështje serioze, krimin, korrupsionin, këto më duken karagjoz-ligje. Tani do futemi më një herë tek krimi dhe korrupsioni. Më jep një koment për situatën e korrupsionit. Ku sipas teje është problemi i madh që ka qeveria? Se mund të flasim shumë për shumë sektor, por që ta bëjmë më të koncentruar sipas teje. Po bëjmë të përgjithshme pra. Sistemi të koncentruar, s'kemi të përgjithshme. Mund të thuash emrat që ti dëshiron, nuk kemi asnjë shqetësim. Jo, dakor. Emra, institucione, korrupsioni tek ta problemi është sistemi që kanë ngritur. Tani vjedh vet sistemi. Ta s'kan më nevojë telefonata të marrësh këtë. Këta kanë ngritur një sistem me cilën vjedh. Për shembull, Belinda Balluku aktualisht nuk është
as zëvendës kryeministre, as ministre energjetikës, por janë diku tek 9 drejtorë të saj, të cilët drejtojnë të gjitha ministrit dhe të gjitha punët. Dhe i ka caktuar këto. Dhe këta janë të gjithë në urdhër Belindës. Korrupsioni në këtë formë është institucionalizuar. Shiko, në Shqipëri ka 3 qeveri. Është qeveria Rama Balluku, që janë vetëm këta të dy, që japin idenë, që çadum, që është babëzia e këtyre, që janë qindrat miliona euro, që dalin me ide që mund vidhet edhe me energjinë, mund vidhet edhe me akshin, mund vidhet edhe me këtë dhe me atë. Dhe pastaj është qeveria e drejtorëve, që janë ekzekutuesit e të gjithë ideve për vjedhje të Ramës dhe Ballukut, dhe pastaj është qeveria e fasadës, që janë ata që ulen në parlament, që s'kan dorë asë gjë, as i pyet kush. Dhe për shkakun e patët ministrin e jashtëm, erdhi zonja e protokollit aty tha çau, tha, ul të karriget në botë. Ai që gabim atje. Po jo, pse ata ulën pastaj të karriget e tjera. Disa lapsuseve që ka bërë. Po ai shkoi pastaj ulën te 2 karriget tjera prapë janë tyre. Pse nuk i than çosh nga ato 2 tjerat? Po i than vetëm nga kjo. Se ata janë zëvendësueshëm. Këta janë të gjithë njerëz pa një autoritet. Për shembull ke atë Llambadarin që kanë vënë për ministër të brendshëm. Ti ai çai thon ulu çau. Lamallari nuk ka qenë negativ, ka bërë edhe debate, ka marrë pjesë. Jo, as pjesë as i gjë. Shumë, ndryshim me shumë ministra të tjerë, unë shkoj të jep intervista, del interpelanca. Jo, që fshihet ai te interpelancat edhe kur del në interpelancë. Atë ka qenë interpelancë me ju, mos gaboj. Po fshihet sepse nuk thën përgjigje për interpelancën ai. Ai flet për çështje tjera. Për shembull, në interpelancën kur ishte për mua, unë nxorra atë që antari i AMP-s, pra Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, ishte çështje që ndoshta s'lidheshin me të, mos gabojmë apo jo. Jo, lidheshin direkte me këtë. Po. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, që janë ata të cilët duhet të shikojnë se mos ka të inkriminuar apo të infiltruar apo për pastrimin e policisë shtetit, ishte në makinë në rastin e aeroportit ku ndodhi atentati. Po. Dhe ai ishte i AMP-s. Dhe unë e pyesja për këtë, ky nuk më thënte përgjigje për këtë, po më thot shifrat, dhe për shkak se është dhe i pa, se thosh, kësh as i aft, në fund e mbyll fjalinë duhet thënë, dhe këto shifra vijnë nga AMP-ja. Pra, AMP-ja që ishte në makinë me krimin, unë i flisja për AMP-n që ishte në makinë me krimin, ky e refuzonte atë dhe këtej më jepte shifrat e AMP-s. Pra është një fasad komplet, ai nuk kanë dorë asgjë gjë, sot policinë dhe këto i drejton Olti Bistri, se ka zëvendësuar Ergyes Agasin. O Shurtion Bistri. Po që ka qenë shefi operacionales, me të cilin Belinda ka përgjuar të gjithë, edhe funksionarët e Partisë Socialiste, dhe prandaj rrin urtë ata ndaj Belinda Ballukut. Pra, sistemi që ka ngritur këto në korrupsion, i cili ka kapur majat, se po të them unë, shumë me rrugën Qukës Qaflloç, më shkoi një rrugë 300 milion euro në Shqipëri. Pra aq pa kilometra. Ka mbaruar ajo rrugë apo akoma? Jo, ka për të mbaruar në herë se nuk bëhet dot ajo rrugë. Nuk bëhet dot ajo rrugë. Kush e ka bërë atë rrugën, nëse mund ta themi? Atë tani më s'm kujtohet më, po është Okej, s'ka gjë ka. 2T e ka emrin kompania, se s'm kujtohen emrat të gjithë tyre, po 2T më duket e ka emrin kompania. Pastaj ke rrugën Korçersek, një rrugë që ne e bëm me 6 milion euro. Kishte projektin gati me 6 ura. 6 ura rrugë që të kalonte në përfshatra. Këta erdhën e bën 12 milion euro kilometrin, 12 milion euro e bën me gjithë projektin. Këta erdhën e bën 12 milion euro kilometrin. 12 milion euro kilometrin dhe i hoqën gjitha urat. Duhet kuptosh që urat janë shpenzimi. Ura është shpenzimi. Këta hoqën urat dhe u rrit kostoja 12 milion euro 1 kilometër. Dhe ndryshuan nga do t'i binte rrugat, duke izoluar të gjithë fshatrat nga Korça deri në Ersek. I kanë izoluar dhe ka unë kam marrë firmat me karta identitetit të gjithë qytetarëve, e ka ngritur i pari Romeo Nazarko, një inxhinier i jashtëzakonshëm, dhe i ka marrë të gjithë firmat e qytetarëve të asaj zone me kartat e identitetit që ishin kundër kësaj rruge. Dhe mi që e bën rrugën, po qoftë Qukës Qaflloç, qoftë kjo mbas 4 muajsh u shëmbën. Pasi e inauguruan. Ndërkohë rrugët tona që i kemi bërë ne prej vitesh atje, bie shi, bie bor, nuk i gjen gjë. Pse se nuk është vjedh më ato rrugë. Me këta është vjedhur. Me këtë rrugë këta kanë vjedhur. Dhe këta që flasin për shkak kanë bërë korrupsion. Çfarë korrupsioni ka bërë? Po dosja e Akshit, se dosja e Akshit jemi shumë, ndoshta jemi pak familjar me çështjen e rrugëve, se ju e keni bërë betejë për dosja e Akshit, pastaj. Çfarë ndodh me Akshin? Ju kujtohet kur thoshte Sali Berisha narkoshtet? Akshi fakton që ne jemi narkoshtet. Dhe Akshi është shumë herë edhe më i madh se dosja e Belinda Ballukut.
Dosja e Belindës ka një akt të tmerrshëm aty që krimi i organizuar Me që përmend edhe dua ta ezauroj, thuhet që te dosja e zonjës Balluku është dhe opozita, është e vërtet apo jo? Po ti. Prandaj opozita nuk reagon, ka Çi duhesh e Balluku të opozita? Për çfarë i duhesh? Ku mund të jetë opozita të dosjes? Kështu thon, unë nuk e kam parë. Të jemi sinqert me ju. Ti ke ndjekur dhe vetë. Unë besoj të gjithë ata që dinë qoftë edhe emrin e një deputetit tonin, të vit ma thonë se do ta denoncoj unë. Çe ka ky që bashkëpunoga me Belinda Ballukun. Po më harroje ti atë se nuk shikoj, Fari Balliu të dali, po që i përfshir aty do dal unë ta denoncoj. Ma jep emrin të dal ta denoncoj. Jo, unë kam dëgjuar, nuk e kam të faktuar. E dëgjoj si diskutim. Kjo doli me idenë se dalin ca të çmendur, thotë, po futunin në burg ju bëheni publike. Pse të futën në burg për ta bërë publike? Po ku diun Agroni apo kush do tjetër, po ka disa, nuk është vetëm ai. Të futunin në burg ju dhe bëheni publike. Po jo, atë duhet ta bëj publike s'paku. Jo, gjithsesi. Kanë bërë publike të tjera, por nuk ekziston. Informacion nuk ka apo jo. Nuk ekziston, ose ç'pun kemi ne aty. Nuk ekziston. Edhe një që kishte dalë për ish kryetarin e Degës 7 dhe ish deputetin ton, Lefter Gështenja, e vetmja gjë që kishte dalë thoshte aty se ky është opozitar, fshiheni këtë. Ky mos marrë as i punë thosh. Jo se ka marrë, domethënë se. Ja, i thoshën fshiheni se mos merr në një punë ai. Aty, pra në këtë aspekt nuk ekziston, por aty ka një çështje shumë të rëndë tek ajo dosje që eksponentë të lartë të krimit organizuar i bëjnë presion dëshmitarëve. Dhe këta duke e lënë të lirë Ballukun dhe duke penguar drejtësinë, edhe dëshmitarët i friksojnë, se thoshë sa pushtet ka kjo. Kjo është janë ata, i themi dot emrat, nuk kemi asnjë shqetësim. Unë nuk e di kush janë, po janë eksponentë të lartë të krimit organizuar. Mund të jenë troplinët, xhabaftët, nuk e di, mund të jenë një nga këto se këta kanë gjithë bandat, Bajrat, Hajrat. Këtë duash ti, ta kanë pafund mafje. Ta vetëm vota njerëzish normal nuk kanë. Ta mafje kanë sa duash. Tani, pse ta thash këtë? Ka rëndësi sepse çështja e narkoshtetit është thelbi i problemit që kemi ne sot në Shqipëri. Narkoshtet do të thotë kur eksponentët e krimit, pra kartelet, ndërhyjnë në institucione. Ku ndodhi kjo? Ku është ushtria, shërbime sekrete? Të gjitha, Akshi. Akshi është pjesë e sigurisë kombëtare. Aty janë të gjitha informacionet të mia, tuat, të familjes tonë, të bankave. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Projekte të cilat janë marrë nga prestanome të karteleve të ndryshme. Pra, një kartel, po themi, karteli i Çopjave, shfrytëzonte biznesin e Klevis Balliut, futesh aty dhe merrte një prokurim të caktuar, një tendër caktuar. E para, e dyta, eksponentë e krimit organizuar janë përfshirë në rastin e Geron Meçës, i cili kishte ankimuar 9 tendera, sepse ishin bërë me shkelje, tendera që i takonin këtij dhe jo palës tjetër, jo se është Geroni i mirë apo i kesa as e njoh as do ta njoh. Po them në rastin konkret. Ky njeri kishte bërë këtë ankimim, dhe çfarë ndodh? E marrin peng. Kush e merr peng? Njerëz të lidhur me policinë. Njëri prej tyre ka qenë i përfshirë, se sa ka qenë roli i tij, nuk e di, nën drejtor policisë në Tiranë. Tani, mbasi e marrin peng, e çojnë tek Suel Çela në Elbasan. E torturojnë. Dhe i kërkojnë që të tërhiqet. Ky tërhiqet nga ankimimet. Nga 9 ankimime, dhe nuk ngrihet një pikë pyetje është çan këto tërheqje. Ç'është tërheqje? Sa është abuzimi në Shqipëri? 100 miliona euro. Po nuk është vetëm problemi të abuzimit me 100 miliona euro, problemi është e dhënat. I Albania është e Kakshi zotëri. A nuk kanë dalë të dhënat personale qytetarëve shqiptar? 960.000 qytetarëve shqiptar i doli rroga, numri telefonit, numri kartës identitetit, adresa, fëmijë, çdo gjë. Ku rrinin, ku hanin, ku pinin, ku flinin, çdo gjë. I doli aty. Të gjitha këto u shitën në tregëzi. A di që janë shitur në tregëzi këto? Kush po hetohet për këto hakerime që i bëhet Shqipërisë? A keni parë, ka 4 ditë spunon në Albania. Është Irani thon, fshihet. Po Irani ngeli këtu te ne, s'ka ne punë tjetër Irani. Ne ç'pun prishim në Iranit. Si thon ekspertët, nuk e 50 veta jemi në ushtri gjithë. Ku kemi ushtrinë? Ne s'kemi tanqe. Balliu jo, po një sekond. Po. Dhe tani përveç kësaj, ankimimet ku ishin bërë? Ishin bërë të Baxhanaku e Edi Ramës. Dhe ka video konkrete se ky Ergyes Agasi kemi emrin për ata që nuk e din. Mund t'i themi vetë. Frango më duket e ka, Armando Frango më duket. Okej. Dhe ky zotëria Ergyes Agasi triste Mirlinda Karçanen, që ishte pa shtëpi, pa kandandi, po na doli me 4 shtëpia. Në një intervistë tha që jetojnë me qera. Po vazhdon ajo me qera atje, po këta vazhdojnë tallën se doli me flamurin e Bashkimit Evropian, përdori flamurin e Bashkimit Evropian një ditë pas takimit me Gonzaton Edi Rama për të mbrojtur Karçanin.
Ajo vetëm mund t'i thuash të pyesësh që zot po këto që thot Spaku gënjen? Se ajo tha kam shumë respekt për Spakun, e du shumë tha. Po. Po shumë mirë, po ato atë gënjen ai, se si ke respekt për një që gënjen, sa ai thotë që i ke ti këto shtëpiat. Spaku e ka nxjerrë, s'kam nxjerrur. Unë se di çfarë shtëpi kanë këta. Nëse është ende pafajshme pa marrë vendim formën së prerë. Diskutim, do unë e prezumoj të pafajshme, por Spaku ka bërë këtë, ajo tha që unë e du shumë Spakun. Me që e do, si mund ta dush një që gënjen? Se këta thonë që ti ke 4 shtëpi, jo 1. Tash edhe të mashtroj, edhe ta duash, unë nuk e di këtë punë. Gjithsesi, pra Ergys Agasi e thriste në zyrë Mirlinda Karçanen dhe i thoshte, këtë prokurorim, dhe kjo është me video, nuk është teorike. Këtë prokurorim ti do ta bësh nga 2 milion euro në 4 milion euro. Dhe nëpërmjet kompanisë vet EA Solution dhe të mikut vet Ermal Beqirit, merrnin këto tendra që i shtonin si donin vet. Dhe këto janë gjithë paratë qytetarëve. Dhe ky është populli më i varfër në Europë që vidhet në këtë mënyrë monstroze. Dhe pastaj thelbi i gjithë këtyre vjedhjeve ku është? Ndërtimi. Pse ndërtimi? Se pastrohen paratë e karteleve të drogës, po pastrohen dhe paratë e korrupsionit, që pastrohen në ndërtim. Jemi në 5 minutat e fundit. Aksioni i opozitës në muajt, në ditët në vijim, do vijojnë me protestat, pra çfarë parashikon opozita, sepse nga shtatori futemi në një stin elektorale, apo jo? Zgjedhjet lokale 2027-s. Gjëja më e lehtë për opozitën është ri aty dhe të bëj këtë debatin aty në parlament, çohem të flas 10 minuta, ulem edhe të shkoj në shtëpi edhe unë. Kjo është opozit rahat. Kjo është opozit tallava. Të rish kot. Opozit kot është kjo, që të rish në këtë formë. Nuk e duam ashtu, besoj edhe ti e kupton. Protesta nuk është në një qef i madh për ne. Është e lodhshme, është e vështirë, të jep kosto, të sjell kosto nga më të ndryshmet. Unë kem me 10 çështje penale që më janë hapur për këtë. S'është në një qef ajo. Apo hedhje ngjyq nga këto biznesmenët e qeverisë që do t'i bëj publike shumë shpejt. Cilat janë, nuk e di këtë. Do ta bëj publike shumë shpejt. Për çfarë? Për shpifje apo prishje prone? Për shpifje më duket, apo për diçka se nuk e kam pa tamam, por janë biznesmenët e qeverisë i themi emrat të lëviz. Nuk kemi biznesmenët do ta bëj publike unë atë. Po sa ti shikoj tamam që ti jem korrekt, domethënë. Okej. Dhe pra në këtë situatë për ne do ishte fare e lehtë që të mbyllësh gojën dhe të rrish aty. Jo. Pse jo? Në Shqipëri sot fatkeqësisht nuk ka më asnjë institucion të pavarur, nuk ekziston. Nuk ekziston dhe është e pamundur të ekzistojë për shkak të presionit. Unë përndaj flet palosje me dikë dhe atë marrin telefon që pse ke marrë flet palosin të heqin mamin nga puna dhe këtë ma kanë denoncuar, kanë bërë denoncimin live. E kanë bërë vet. Dhe gazetarët e kanë pamundur të jenë të lirë, se u bëhet presion i jashtëzakonshëm. Disave u bëhet presion edhe nga bandat, dhe ka ca që e kanë deklaruar që kanë marrë kërcënime. Paraja ka hyrë kudo, pra është bërë pamundur të kesh institucione të pavarura. Dikur çoheshin emrat qoftë Banka e Shqipërisë të bordi apo kudo tjetër, edhe nga opozita, edhe nga pozita, sot i ka të gjitha ky. Pra ti nuk ke më asnjë institucion të pakapur. I vetmi institucioni pakapur është protesta. Nëse ne ndalojmë si shoqëri të protestojmë, atëherë ne certifikojmë krimet e Edi Ramës. Ne i bëjmë një amnisti kësaj qeverie. Zëra kritik thonë që ju bashkuat votat në seancën e kësaj jave. Jo, për vërtetë si bashkuan votat ata. Rezoluta për integrimin. Unë jam dakord me atë pjesë, se integrimi është diçka që shkon përtej një majorancë. Projekt rezoluta që po pash disa kritik në rrjetet sociale, gazetarë. Po i shtyn vetë, ta se thanë, jo po kanë folën telefon në këtë janë, unë ka folë një telefon me asnjë. Pati përgjigjeshtim nga zoti Bardhi. Po jo, pa ajo është bë publike, se unë kam qenë pjesë e mbledhjes. Ka qenë live dhe kush do mund ta ndjeki, është live komisioni i jashtëm ku ne bëjmë propozimin që ngrini grup punën, ne tonin, ne ju tuajin dhe të dyja propozimet tona të futen në një. Por çfarë ishte? Aty nuk kemi bashkuar ne votat. Kanë bashkuar votat këta dhe këta i sigurt jeni ju që i kanë bashkuar votat fal presionit të Bashkimit Evropian dhe të raportit Bashkimit Evropian. Pse? Parlamenti Evropian i fundit. Se po shikoje projekt rezolutë me këtyre. Aty ishte lule. Aty Shqipëria ishte çuditshëm pse si ishte në Europë. Aty biles të integroheshin këta të Europës të ne, aq të mirë ishim. Ajo ishte kryevepër. Luftë ndaj korrupsionit, s'ka vjedhje, drejtësi e pavarur kudo. Parlamenti demokratik, zgjedhje të jashtëzakonshme, projekt rezoluta këtyre. Ne futëm projekt rezolutën tonë me të vërtetat. Raportin ose OSBE-dit, fakti që Edi Ramas vjen fare në parlament, që nuk pranojnë komisionet hetimore, krimi organizuar, korrupsioni, këto i votëm ne dhe këta u detyruan të votojnë. Këta votuan projekt rezolutën tonë. Shumë mirë bën.
Ne çdo gjë që vjen për Europën ka një qendrim Partisë Demokratike për integrimin në Europë do ta votojmë pro, se ne jemi iniciatorët, kush e ka bërë asociacion stabilizimi. Dhe është përtej një partie politike, pra është interes kombëtar, po nuk e do Rama integrimin. Këta dhe kolegët e mi këtu gabojnë. Rama do bëjë çmos për ta bllokuar integrimin. Po ku lejohet akshi në Shqipëri që është në Europë, mos? Ku mund të ndodhin këto po të ishim në Europë ne? Po kur? Po ç'i duhet Europa aty? Aty duhet tri këtu ku është. Klevis, shkurtimisht se jemi në limite, prandaj po nxitoj, më jep një koment, pra do të vazhdoni protestat apo jo? Po, patjetër un jam që në protestat duhet të vazhduar, sa do të vështira të jenë, sepse thash, nuk ka më asnjë institucion të pakapur në Shqipëri, mbien keq që e them, s'ka as organizata, as OJF-ra nuk ekzistojnë. Këto janë gjitha të kapura. Mediat janë të kapura nga presioni, nga çfarë doni ju, as nuk u vej faj në disa aspekte, por fakti është institucionet pa kapura nuk ka. I vetmi institucioni pa kapur është protesta dhe protesta duhet vazhdojë me patjetër. Në të kundërt ne i bëjmë amnistin më të madhe narkoshtetit. Do ishte e pafalshme për ne. Klevis Balliu, faleminderit, kënaqësi që të kishe. Ndërkohë me këtë intervistë erdhëm në fund edhe të episodit për ditën e sotme. Mos harroni na bëni subscribe, jepni edhe komentet tuaja. Ne në Albania Newscast do t'i shikojmë të gjitha dhe do t'i revizionojmë, do t'i diskutojmë dhe do t'i kushtojmë vëmendjen që ju meritoni. Deri atëherë do shikojmë në episodin e radhës. Fundjavë të mbarë të gjithëve.